për të hyrë në brenda burgjeve të sigurisë dhe për të bërë takime, sigurisht ligji e ka të përcaktuar cilët janë personat që do të kenë. E para duhet të marrësh një autorizim dhe e dyta duhet të jenë përcaktuar familjar, bashkëtues. Me sa duket këtu fillon ajo që themi përpunimi një dokumenti që nuk e di sa është i vërtet, që nxjerrë një akt notarial që ata bashkëjetojnë. Kështu që duke përfituar si bashkëshortja apo bashkëjetuesja, i jepet mundësia që nëpërmjet këtij dhe kësaj hapësire të kenë mundësi të kenë takime. Pastaj si do të jenë takime speciale apo jo speciale, patjetër që kontrollin i burgjeve të cilët vjen tek personat të cilët janë në izolim për aktivitet të rrezikshëm kriminal, edhe nëse ata mund të përdoren si ndërmjetës, si kurrier për të ushtruar ato aktivitet që është jashtë burgjeve, sepse nga ato informacione që qarkullojnë, po dhe nga eksperiencat botërore, shpeshherë personat brenda burgjeve kanë vazhduar të kenë komunikime me botën jashtë burgut duke porositur vrasje, apo duke drejtuar dhe menaxhuar aktivitetet e paligjshme, siç janë si nga drogat që vinë nga Amerika Latine, e deri tek aktivitetet tjera të ushtrirën brenda territorave.